Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës dashje do bëjmë leximin për ju për këtë javë dhe të shohim se çfarë do marrim këtë javë, çfarë kanë letrat të na rrëfejnë. Të dashur, në shikim të parë letrat tregojnë një mërzi, një stagnim, një ta them përqëndrim i gabuar, fokus i gabuar diku ku s'duhet jeni. Çfarëdo që të jetë që jeni duke përjetuar këtë javë apo këtë kohën e fundit, tregon pak të ktheni gishtin ka vetja e juaj. Në kuptimin e plot të fjalës, dua do dëshiroja që të koncentroheshit në veten e juaj para se të bëhet vonë. Nuk thua t'ju trëm, nuk ka asgjë, nuk do bëhet ndonjë gjë e keqe kur them para se të bëhet vonë, por që do jetë një stagnim i thelluar në ju të dashur, do jetë shumë më e vështirë të dilni nga kjo situatë, sikur jeni duke i hedhur rrënjët në këtë mërzi apo në këtë shqetësim, në këtë stagnim, çfarëdo që të jetë të dashur ju të shenjës së dashit. Ka ardhur koha të pastroni, absolutisht të pastroni, dhe këtu poshtë saj është mbretëresha e kupës që të fton të përkujdesesh për veten tënde, për çfarëdo që të jetë, larg dramave, larg thashethëmeve, larg çfarëdo lloj që je me dashje apo pa dashje brenda kësaj situate, apo e domosdoshme apo e pa nevojshme, secila nga këto sikur të fton të bësh kujdes, përkujdesesh për veten tënde, të jesh më e butë, të dëgjosh ndjenja dhe të kesh më shumë mirë kuptim për veten. Dhe të gjitha është për çuditur, të gjitha letrat të katrat që kam nxjerrur janë të fokusuara për ju, do prandaj dhe thash të ktheni gishtin ka vetja juaj. Njeriu i varur flet për një pauzë, për një pushim të vullnetshëm, të shikoni situatat nga një perspektiv tjetër. Në një farë mënyrë sikur të dorëzoni këtë kontroll që e keni mbajtur me zor deri tani, qoftë për një person, qoftë për një situatë, apo çfarëdo që të jetë. Është një hapje procesit, do ta quaja, të mbrëmshëm të transformimit të dashur. Prandaj të gjitha letrat ju ftojnë në pastrim, siç është kjo të dashur, në pastrim do të shkoja për të pastruar nga gjitha ato mendimet emocionale, ato toksike që janë fizike, shpirtërore, të gjitha që janë të përjetuara, të bëjnë një detoksifikim të shpirtit, të trupit, apo çfarëdo që është në situatën e juaj. Pra, nuk ke pse të bësh asgjë me nxitim, por është koha të ndalosh, të shërohesh, të largohesh nga gjithçka që nuk të shërben më, që po të ngarkon, shqetëson, bllokon, sido që të jetë, dhe të lejosh që shpirti yt të çlirohet nga gjithë këto ngarkesa. Unë them shpirti, tani mund të jetë mendja, mund të jetë çfarëdo që të jetë. Besoj këtij procesi të pastrimit, nga që diçka e re dhe më e bukur do të vi pas, por nuk dua të qëndroni, nuk do dëshiroja të qëndroni të dashur deshër në këtë situatë, nga që do vërtet është toksike për ju, dhe mund të qëndroj më gjatë nëse e lejoni akoma. Të dashur deshur, faleminderit që ishit këtu me mua. Nëse ky lexim ju dha diçka, edhe herën tjetër, këtu gjithmonë do gjesh diçka që flet me apo për ju. Qofshi bekuar.